përshëndetje dhe regjistroje këtë video dhe shëno hapat si unë me Rita Cake mund të të ndihmoj ty për të dalë nga çdo vend që je vetëm dhe shënoje, nënvizoje shumë këtë fjalë vetëm kur ti të jesh gati si person. As edhe një gjë nuk bëhet pas që gati. Akoma dhe ajo fëmia do 9 muaj në barkun e nënës që të arrijë të dalë. Akoma dhe ajo veza para se të bëhet zok, duhet të rrijë në ditët caktuara të arrijë të çajë dhe të bëhet zok. Dhe të ketë për kujdes. Çdo gjë në kohën e tij, e të saj. Ndaj shënoji hapat. Ata që duan të ndihmojnë veten, mund të ndihmojnë, siç më tha dhe një shoqe dje, që kam 1 vit që të ndjek dhe kam ndërruar shumë gjëra tek vetja ime nga videot e tua. Në video këtu në TikTok, gjithashtu dhe në YouTube, në Flutra me Fat 333, mund të gjini video të shumta, ushtrimesh, meditimesh dhe bëj dhe do bëj përsëri për çdo gjë dhe më shkruani çfarë do t'ju ndihmonte ju të gjithëve. Më tepër, të gjitha këto bëhen falas. Videot e ndryshme. Mund t'ju ndihmoj falas me ditën e mërkurë ndërmjet platformës Zoom, që të merrni pjesë në terapitë në grupe të ndryshme dhe duke marrë pjesë. 3. Mund t'ju ndihmoj ndërmjet televizionit në ato video që bëjmë për dita, ndërmjet Skype tek Villa 24 me Anila Çelën dhe shumë gjëra të tjera falas dhe duke ju kthyer përgjigje, duke ju dhënë atë diagnozën pikërisht çfarë duhet të shikoni tek vetja tuaj në qoftë se ju ndodh diçka. Unë jam këtu si trajnere për të ndihmuar në zhvillimin tënd personal, me përvojën time dhe nga studimet që kam bërë dhe nga dhuntia që më është dhënë nga Zoti. Dhe nga dashuria e shpirtit tim që kam patur që në fëmijëri, që të isha ajo në erajva të bënja gjëra magjike që të shikonja njerëzit të lumtur. Por deri diku kisha ngatruar adresën, sepse mora peshën e të tjerëve dhe u bëra shpëtimtare kur unë nuk jam shpëtimtare, kur një Zot i tërë na ka lënë ne të qetë të bëjmë ato që erdhëm të bëjmë çdo person. Kjo nuk ishte dashuri për veten, por ishte arrogancë duke i treguar të tjerëve që unë shiko sa e fort jam. Ose nevoja ime për të ndihmuar veten time, ndihmonja të tjerët. Prandaj, me këto fjalë të ndihmoj dhe ty që ke ndihmuar dhe ndihmon njerëz dhe ke harruar veten tënde. Gabimi i parë, po s'ka gjë. Kurdo që ta kuptosh është okej. Puna është ta kuptosh dhe ta lirosh e mos e përsëritesh. Edhe ta përsëritesh si puna ime, prap s'ka gjë. Do vi ora, dita që do ta lirosh. Por të dish që gjëja e parë që mund të japësh e të bësh është të duash veten tënde dhe mos e ndjesh veten me faj kur të tjerët ju ke dhënë vendim dhe nuk e kanë ditur, nuk e kanë vlerësuar dhe ti ke marrë peshën e tyre. Po të jap një mësim tjetër që mos jep as edhe gjikundi, as një lloj ndihme pa të kërkuar ai apo ajo. Akoma dhe kur janë njerëzit më të dashur e shtëpisë tënde, motër, vlla, nën, baba, e vllat, fëmia jote. Sepse asnjëherë nuk do ta vlerësojnë. Dhe ti do boshosh energjinë tënde, do ngelesh bosh dhe pastaj do ndihesh me faj, do ndihesh
në urrejtje, në dëshpërim, në idhërim, në padrejtësi, që nuk të vlerësuan. Dhe këtu duhet t'i bësh një pyetje vetes. Por ti, sa e vlerëson veten kur ti nga ajo që s'ke ndihmon tjetrin? A e do veten tënde ku ndihmon tjetrin? Po të themi jo. Edhe këtë po të them me gjithë shpirt nga ana ime. A mund të japim dashuri kur ne nuk kemi dashuri për veten tonë? A ne mund të japim diçka ose një njeri është jetur, kërkon ujë të pijë nga ty, ose pa kërkuar të ja jep, kur ti e ke gotën tënde bosh? Jo, nuk mund t'ja japësh. Prandaj, mos e quaj veten me faj, përqendrohu tek ty. Dhe unë jam këtu të të them që të gjitha këto që i bëj me ndërgjegje, i bëj falas, por atë që mund të bëj për të gjithë ju, dhe si mësuese, si trajnere për trajnime të ndryshme, qofse je interesuar, dihet që edhe do paguash në trajnimet, siç kam paguar unë me miliona lek këtu në Greqi dhe në shtetet të tjera që t'jem këtu, dhe paguaj për dita që të nxjerr këto gjërat e reja, kushtoj kohën time ditë e natë që të lexoj, të shikoj, të punoj me veten time dhe ta shpërndaj çdo gjë, akoma dhe këtë që po bëj video. Dhe në vend të qëndronja në këtë moment të hanja me familjarët tim drekën, jam këtu, sepse e ndjeva të nevojshme të dal të ecë, të liroj dhe të bëj video dhe të flas me ju. Sepse disa persona këto ditë e fundit më mërzitën, sepse duke i ndihmuar dhe duke mos marrë atë që ata donin dhe gjithmonë falas, dhe unë ja u dhash me orë të tëra, kur erdhi puna që t'ju thuash që duhet të punosh me veten, atje thanë, wow, po ti ke thënë që ndihmon njerëzit, edhe pse s'më ndihmon mua, dhe pa lek, pa ndryshim energjie. Dhe pasaj jam dhe e keqe. Në mësova të gjitha këto ishin që unë duhet të vej kufi, dhe ndaj me këto video që po bëj këto ditë, janë kufin që po vë me njerëzit. Po, jam terapiste shpirtërore, e diplomuar, me shumë metoda, kam ndihmuar shumë njerëz, po kur ata ishin gati të ndihmonin veten e tyre. Zhvillimi personal që mund të ndihmoj, dhe ke dhe librat e ndryshme që të punosh me frikën, si volin mrekullisë, kam thënë, agenda magjike dhe ai që kërkon gjen. Akoma dhe telefonat që kërkoni i jap në çdo video. Dhe këtë ka treguar jeta deri tani. Akoma si edhe unë i gjej në Amerikë, në Gjermani, në vende të tjera, të gjitha çfarë bëhen trajnime të reja, që të mësoj gjëra të reja për të liruar veten time. Sepse dhe unë bëj terapi në vende të tjera. Se e vërteta është që shpirtat e mëdhenj kanë sjellë dhe shumë mësime për të liruar e të mësuar. Ndaj, atë që mund të bëj unë, për të gjithë ju që jeni gati, përveç këtyre falas që mos i përsëritin gjithë ato herë, jap sot për të gjithë ata personat që janë gati të fillojmë të punojmë 15 minuta me kamër, të më shikojmë, që të vendosim nga fillojmë dhe a jeni gati për të filluar. Është okay, ato 15 minuta jam pa pagesë dhe ti vendos që të bësh ato që duhet të bësh. Dhe si që thash, unë që të filloj me një person që të bashkëpunojmë dhe kur është gati është analiza artës evolucionit të shpirtit dhe të paktën 5 seanca që të fut në zhvillimin personal dhe ushtrimet e shumta personale që merr, duke punuar në thellësi. Në qoftë se ty të interesojnë, këto janë me pagesë, në qoftë se të intereson, mund të më shkruash që të marrësh dhurata të 15 minutin dhe të shikojmë si fillojmë dhe çfarë pagese do bëhet. Ju uroj gjithë të mirat dhe s'ka gjë, dhe në qoftë se